njerëz që vishën edhe më thjesht. Ka njerëz që vishën aty nuk e di ku po shkojnë, kanë agjeja nuk e di. Por Lorna vishet skandal për shembull. Unë Skandaloze. ishe njëra nga ato që do thoja, edhe pse kam shumë qef. Vishet shumë keq. Po, Dhe Lorna. e them me gjysmë zemre sepse e kam qef si banore apo si Edhe unë e kam individ. qef si banore. Më duket shumë e fortë, po nga veshja është pak kupton ngecim diku. Kush vishet më mirë? Po dëgjoj, mirë vishej edhe Xhodi që është eliminuar, mua më pëlqente si vishej. Pra normalisht është fashion designer, më pëlqen shumë diversiteti që ka Celine, sepse në një prime ti e shikon Celine the Queen, te prime tjetër e shikon me gjëra më minimale, më të thjeshta, si koket, bravo. Në fundit që flokët mbrapa. Dhe tjetër Greta. që më pëlqen, jo, ajo s'më pëlqen. Më Kush? duket Greta, më duket Nuk të pëlqen? way too much pak në prime. Më duket, do të thonë këto që janë me xhixa me gura pak që janë pak si torfur, më duken jo për sallon shtëpie. Se sa do të jesh tu, ne kemi ikur nga Janë epoka për e sken. bigut 1, 2 që gjithë të rishin në vëmendje. Tani e dim logjikën e bigut që ti je në prime, je ashtu, je prime time ora 9, por je në shtëpi. Mua më fikson Mali që nuk vesh dot këmisha se si bënte krah. Për shembull, nga meshkujt, për mendimin tim, Mali vishet më cool. Domethënë dhe Ka pak stil, ka skenik, por duke ditur që është aty brenda shtëpisë. Pastaj vajzat që vishen Brikena tani ka filluar të vishet mirë. Domethënë ka 2-3 prime që vishet pak më normal. Primet e para ishin shumë revolving, shumë transparente, shumë ekspozuara. Pastaj që vishen keq është Greta, është Lorna, është Stelina? Stelina, Ina, domethënë vesh sa fustane totalisht të gabuara, ca me lule të fryra kisha ai kush i dje, përveç se është model i vjetër, më duk pak edhe si jo komod që të jesh e ulur, këtë gjë do t'i sugjeroja. Por di të them që Dezi këtë vit ka bër që është kostumografi i Top Channel, drejtori i imazhit që po bën një përzgjedhje dhe e di që ka punën vështirë se janë shumë femra, janë shumë vajza, po e bën punën këtë vit po i gjej pak më mirë brenda sallonit, brenda tematikës. Juela vishet nice. Juela Po nuk bie në sy ama, pra se nuk flet dhe ti nuk e shef shumë veshje. Përveç asaj se Juela se di as vetë pse është aty brenda, pse vazhdon të jetë, po O zot.